Trabzonspori ka fituar përballjen me Samsunspor, të vlefshme për kualifikimin në gjysmëfinalen në Kupën e Turqisë. Pasi koha e rregullt dhe shtesat nuk prodhuan fitues, të dyja skuadrat i u drejtuan 11 metrëshave. Protagonist në ruletën ruse të miqt u bën portieri Andre Onana dhe Ernest Muçi. Gardiani i Portos ishte vendimtar në 3 penalltitë e pritura, ndërsa sulmuesi i kombëtares, i cili u aktivizua në pjesën e dytë të takimit, i dhuroi skuadrës së tij biletën për në fazën tjetër, duke realizuar në portën e Koçuk. 18 minuta në këmbë për Muçin, i cili rifiton dhe besimin pas një mungese të gjatë, duke u treguar i rrezikshëm dhe në ato pak raste që pati në këmbë. Pas dëmtimit te Shqipëria, sulmuesi Ernest Muçi sot u rikthyer për herë të parë në ndeshje zyrtare te Trabzonspor, pas ndeshjeve të marsit me kombëtaren. Ai shkoi shumë pranë golit spektakolar nga goditja e dënimit në minutën e 92 kundër Samsunspor, ndërsa me ekzekutimin e ruletës ruse, ish sulmuesi i Tiranës shënoi penalltin finale me plot klas. Me përfundimin e sfidës dhe sigurimin e gjysmëfinales në Kupën e Turqisë, Ernest Muçi foli për mediat, duke treguar edhe momentin e vështirë nga problemet fizike. E dinin që do të ishte një ndeshje shumë e vështirë. Çdo sfidë është e vështirë në këtë fazë dhe luajtëm kundër një skuadre të mirë. Nuk është e lehtë të luash këtu, por jam shumë i lumtur për ekipin. Ishte shumë e rëndësishme. Jemi në gjysmëfinale. Duam të fitojmë gjysmëfinalet dhe të shkojmë në finale. Dëmtimi? Pata një dëmtim. Nuk mundja as të ecja për 1 ose 2 javë dhe ishte e vështirë për mua, por po ndihem më mirë ditë pas dite. Koha ime e lojës po rritet gradualisht. Dua ta ndihmoj më shumë ekipin duke fituar minuta me rikuperimin e plot.